Me skafkin. Kom qenë në Rena, kom vërku më di ka jo italiania, kisha më pas në vetë shtatzon. O mamja do më marrësh dhe mua, kështu ishte ka bëjt. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Klim të Kosovës, do të hap dritaren për një 37 vjeçare, shqiptare nga Shqipëria, por që ka nisur një bashkëtesë me një shqiptar nga Kosova dhe quhet Lindita Nega. 37 vjeçarja me emrin Lindita, ditën e sotme, do rrëfej një histori të dhimbshme të saj, që në kohën e adoleshencës, kur mbeti shtatzën nga i dashuri i parë që njohu në kryeqytet në Tiranë, largimin drejt Italisë, rikthemin në Shqipëri, martesën, lindjen e fëmijëve të tjerë, edhe sot ajo është nëna e 4 fëmijëve, por fatkeqësisht pranë vetes së saj nuk ka asnjërin prej tyre. Por çfarë ka ndodhur në historinë e Lindita Negës? Dua ta hap dritaren, ta ftoj dhe ta dëgjojmë. Lindita, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, Odeta nga Kosova. Si jeni ju? Mirë, ti? Ju jeni shqiptare e Shqipërisë, jo e Kosovës, por jetoni në Kosovë. Po, për momentin jam në Kosovë, jo nga Tirana jam. Je nga Tirana, po jeton në Kosovë. Po. E dashur, ne këto ditë i kemi çuar audio njëra tjetrës në WhatsApp për një histori që është një plag në zemrën tënde. Po. Bëhet fjalë për një fëmijë që fatkeqësisht ti e ke humbur në shtetin italian. Po. Do ma rrëfesh të histori, çfarë ka ndodhur me ty si nën dhe si e humbe ti këtë fëmijë? Po, patjetër. Unë qenë moshën 17 vjeçë. 17 vjeçë i kom moshë në Itali, po ku kom ikë për Itali, unë kom qenë shtatzane. Keni qenë shtatzën kur ke mbërritur në Itali dhe bëhet fjalë për çfarë viti? Vitin 2005 më duket. Shkova për Itali, ku kom shkuar atje, nuk më ndjesha mirë. Isha si e këput me isha vetëm keq, vetëm desha të risha vetëm në gjumë, edhe shkoj vizitohem ati në Itali, Napoli kom qenë. Por pse, ti nuk e dje që ishe shtatzën kur u nise në Itali? Jo. Po? Se moshën më të vogël, si moshat më që ishin më të vogla, pa ta gabur me një nga Shqipëria, një lidhje shkputën, kështu, jo shumë e zjatën, kisha më pas në vetë shtatzën. E qartë, një vajzë e re adoleshente që dashuron një djalë dhe mbetet shtatzën. Po. U shkova atje, pastaj, u vizitova, se tash nuk ndjeva mirë, vetë ku më thojnë ato shtetë italian që të një shtatzane. Po në momenti e çudita, se nuk e kom ditë, Odeta, fare që jam shtatzane. Se kom ditë. Shkova atje, u vizitova, tamam, po kom qenë në Rena, nga që unë se s'kisha as pasaportë, as një lloj dokumenti nuk kisha, më të drejtën, s'po kom ikë shumë. Më lejon të pyes se dashur Lindita? Po, patjetër. Një 17 vjeçare që nise drejt shtetit italian e vetme me kë u largove drejt Italisë? E largova një shoqën time. Pse vendose të largoheshe në atë kohë, në atë moshë, nga Shqipëria që besoj edhe familja jote nuk e ka dëshiruar largimin tënd në atë kohë? Jo, familja nuk e ka ditë, asnjë. E komit familjes pa dijenin e familjes. Pse ti ke qenë e humbur për familjen në atë kohë? Jo, ku kom brit atje i kom marrë në telefon, nuk ko që nuk i kom marrë. Sta kom brit në Itali i kom marrë në telefon. Por si e vendose me mikeshën tënde të largoheshe? Ikët me traget, me skaf, me qa jeni larguar? Me skaf kemi. Besoj nga Vlora? Po. Unë ise me skaf dhe mbërrite në Itali, në Brindisi dhe u vendose në Napoli të Italisë. Napoli, po. Kur telefonove familjen, ata çfarë të thanë?
Normale si gjithë familje të drejta. Po që na e bone, po që ike. U mashtrova, drejta, më pak fjallë u mashtrova ike. U mashtrove nga Mikesha, ajo të shfrytëzoi? Po. Ti Po i falenderoj Zotit që nuk arrita dhe në atë prizë. Dhe në gjendje që kishte qef, ajo nuk më arrit fare. kërkoi që ti të vije në Itali dhe atë të shfrytëzonte. Ky është qëllimi i saj. Po. E rëndë, Ajo ka qenë qëllimi. ti ke qenë 17 vjeç, po ajo sa ka qenë? Ka qenë një vit më e madhe se më. Mbritet në Napoli dhe si vazhdoi jeta jote? Ku strehove fillimisht? Një muj më ka majtë kjo shoqja ime. Një muj, mas një muj dhe pastaj ajo unë e kuptova se ajo kishte dëshirë që unë ta bosha atë punë, po unë nuk më dash me bo. Edhe i lutëm Zotit dhe falenderoj Zotit që s'e pëmbati. Unë e kuptova, ku një familje italiane, dhe ku ndim, ato më kanë majtë aty. Ato bile ma njofin dhe gocën, kjo familje italiane, ma rritën dhe gocën, në mashin dhe mu dhe gocën. E dashu Lidita, pas ke një histori shumë të dhimbshme në adoleshencën tënde dhe bëhet fjalë për vitin 2005 ku një pjesë e mirë e vajzave shqiptare janë gënjur dhe janë mashtruar dhe kanë përfunduar dhe në situatë rruge, por falë Zotit ti nuk përfundove në një situatë rruge. Jo. Qëndrove një muaj me atë dhe si u shkëpute? Ishe ti ajo që ike? Po, ika se e kuptova. Ika ku ndalë, ku ndim, se rishin me një lagjo dhe se nuk ishin shumë të pasur të italianë. Të rishin me një lagjo se nuk ishin shumë të pasur, ku ndërku ndim ka jo italianja, ajo më ka thonë unë do të maj, edhe me vërtet më ka maj 4 vite, nuk ja harroj, më ka majt aty, edhe ku kum lim, ka ato kum qenë. Edhe që e kum lim gocën, ato ma njofin gocën, edhe kështu dita. Ndalemi tek vajza, sepse gjithë qëllimi që je me mua sot këtu është pikërisht vajza jote. E dashu Lindita, ti me Mikeshën tënde u ndave përfundimisht dhe nuk pate më kontakte, ajo nuk të kërkoi? Jo, aty ka qenë. E denoncove në polici? Jo, dita se kisha frikë, edhe nuk desha. Jo. Ti shkove të kjo familje italiane dhe ishe shtatzën dhe mësove në spital, kur mjeku të vizitoj dhe të tha që je shtatzën. Po. Si vazhdoj jeta jote? Normale, kjo familje italiane normale më shkoj, mirë. Ata të trajtuan si vajzën e tyre? Po, nuk më ndash nga gocat e veta nuk më ndante. Por gjatë saj kohe kishe folur me familjen tënde në Shqipëri, kishe treguar që ishe shtatzën dhe pse ishe vetëm 17 vjeç? Po, i këmë po të tregu mamit, motrave, po. Fëmia erdhi në jetë pas 9 muajve, sigurisht. Po. Më rrëfej historinë, ti shkove në spitalat të ditë dhe ka qenë data kur e ke lindur vajzën? Po që e majnë me vetëm që goca më kalin me datë 5 mas 3 janar. 5 janar, që i bje 5 janar 2006. Logikisht. Se ti ke shkuar në 2005 dhe i bje që në 6 janar të vitit 2006 ti ke sjellë në jetë vajzën. Po. E ke lindur në Napoli? Po, në Napoli. I vendose emër? Po, ku vendose emrin e mamit tim, Servete. Vajzën e quajte Servete? Po, emrin e mamit, po. Por, çfarë ndodhi më pas, mes teje dhe vajzës tënde? Pastaj unë e linda dhe këto e panë që unë s'kisha asë një lloj dokumenti, odeta, me thonë drejtën, nuk kisha asë një lloj dokumenti dhe ati ishte, se sot e boshës nesni do ta regjistrohme. Po. Deshe me regjistru, e më thamë unë sa për ti e minorene. Pastaj një person, ka qenë nik i familjes tonë, nuk duhet ta përmend emrin. Po. Po më falenderoj shumë, sepse ai më bënë një gjë se asnjë nuk do ma bënte.
Ai nga ka më përcipër, ky miku familjes tonë. Ai pastaj ma më përcipër që kemi shkuar, e kemi regjistruar një në komune, se unë gocën e kam të regjistruar atje, në komune. Ky miku i familjes e dashur Lindita mori përsipër që të bëhesh babai, të jepte atësinë, një emër. Po, vetëm ka dhënë se mos ma jepte, ajo shteti italian nuk ma jepte. Edhe këti të erdhi keq, edhe vetëm që marra më gocën për cipër, asë gjë ma shumë. Dhe ti shkove në komunë dhe regjistrove vajzën me atësinë e emrit të këtij personi që nuk e bëjmë dot publik. Po, ashtu është, po. Dhe çfarë ndodhi më pas? Pastaj e mora gocën, kum shkove kjo familje italiane, mas ta kosh, fillova të punoj dhe unë në atë shtëpia. Pastruse, shumë, kum punu, më kanë dalë policia, më ka thonë nga ke dokumenti, kum thonë jo, nuk kam, se goca mu ma ka dhe certifikatën italiane, se ma pati dhe në komunë atje, e kum thonë nuk kam. Po unë jetoj vetëm me këte këtu, se unë kum linë një fmi këtu, i kum thonë. Pastaj i kam verifiku gjona të deta, po mas ka kosh, mas e goca mu mi mushi një vjeqë gjysë, mas sa kosh më kanë ardhur policia, pastaj më kanë qumë në një kamp, u gjuta atje, kamp. Në qendër, në komunitet. Atje ku një 2 muaj në kamp. Me gjithë vajzën? Jo, pa vajzën. Unë gocën e kisha ke një familje italiane si që tash, atje nga kanë shku, ma kanë mërë dhe gocën, mu kanë që në kamp, gocën kanë shku atje, ma kanë marë, e kanë që ke shtëpia fëmisë, si që unë këto. Pra, pas një viti e gjysëm që ti kështë sjellë një jetë vajzën, le të themi që ty të ndanë nga vajza, ty të qua në një komunitet dhe vajzën e qua në një institucion tjetër dhe undave me vajzën. Po. Mas 2 muajve si dore nga ky kampi, kom shku direkt ke kjo familje italiane, më kanë thonë që Lindita gocën na e kanë marë. Na e kanë marë faktorë sociale, që janë këto se në mas nuk marrë vesh. Na e kanë marë këto, ku më hapë si një gjyç, po të them, që unë qkosha të takosha gocën atje. Dhe që të hapë të një gjyç se unë të njifra si jam nona asajë. E qartë, duhet i drejtohesh e gjykatës për të ditur se po e kishe vajzën dhe të fitohet të drejtat e takimit me vajzën dhe është e drejtë kjo gjë për çdo nën që kërkon të takoj të bijën kur ja marrin. Po? Po. Pastaj kum shku, kum hap gjyqin, mas një javë më va drejta që qketa takoj gocën. Po. Kum shku atë, pastaj kum takoj gocën, i kum pyet ato aty se si ndodhin të gjona, ta goca tha këtu, ti nuk e asmullë dokumentin, thonë. Edhe ti nuk e përfiton do gocën. Se ti nuk e as shtëpi, se ta kisha shtëpinë time, nuk i ke mundësi që ti ta rrisish të fëmijë. Edhe unë ta kisha odeta një person, për shumë të afër, ta kisha që ma merë të gocën që unë po e naj Lindita me gjithë gocën, unë dhe kisha marrë gocën. Unë s'kisha asë njëri të afër ati, përveç familjes italiane. Edhe ato nuk e kishin atë banes që nuk ma mashin gocën. Nuk ishin atë që pasu, ishin fukare. Nuk ishin kushtet, e qartë. Pra, Lindita, vajzën tënde e mori shërbimi social shtetror në Itali dhe le të themi ti nuk i plotësoi kushtet që të merrje vajzën, por të drejtat e takimit nuk t'i ndaluan, ti e takoje vajzën tënde. Po, e takova, mas tako pastaj mu dha ato e qushin kështu, sikur e drejt që mu mësovën të Shqipëri, për e drejta nuk ishte drejta, se nuk isha linë fëmijën atje. Mas tako, pastaj si nga mush goca 2 vjeqe, ato mua më kape policia prapë dhe vetë më qunë për Shqipëri, direkt më kam për Shqipëri. Të ria dhe suan dhe të sollën në Shqipëri? Po, më kanë sjellë në Shqipëri, pastaj unë i ku më thonë që pak të një që po më qone për Shqipëri, ma jip një fëmijë i ku më thonë. Më qone me gjithë fëmijë, ose në qo se unë nuk i plotësoj kushtet, më jip një strej që i jetoj me fëmijën time. Por sigurisht që shteti italian nuk t'u përgjigj dhe nuk ishte si të ndodhte ndryshe, ata do ta merrnin fëmijën në kushtet të cilat ti ndodhesh, sepse fatkeqësisht
E dashur Lindita, nëse më ke ndjekur në live-et e mia, unë kam patur shumë nëna të cilat kanë treguar historitë e tyre dhe kanë humbur fëmijët në shtetin italian, edhe pse kanë patur kushte, kanë pasur shtëpi, punë, për gjëra nga më banale, shërbimi social ju ka mbritur në shtëpi dhe u ka marrë fëmijët. Jo kushtet në të cilat ti ndodheshe, sigurisht ata do ta merrnin, por ti me gocën tënde je ndarë që në moshën 2 vjeç. 2 vjeç, po. Kujton momentet, besoj imazhin e saj nuk e ke harruar. Po, më kujtohet shumë më kujtohet. Në ditën e fundit që kum shku me taku, që nuk e pritja që do më shumë për Shqipëri, kum shku e kum taku pastaj, e ma me një dita që më ka dalë aty të dera, më ka thonë, o mamja do më marrësh dhe mua? I kum thonë, po, mami do të marrë, po edhe pak. E marrë në komplet. Dhe kesh një plak. Edhe unë dhe këm pegur për dita, nuk du t'ja prishetën, sa ajo ndoshta ka jetën ma të mirë, unë s'ja këtë do të ato kushte që ka ajo, po unë vetëm du t'a di, a është mirë për vetën në vetë. A e kam gjallë akoma të fëmijë, vetë ka ishtë duko, jo ma shumë. E dashur Lindita, ti e ke lënë 2 vjeç dhe tregove një moment të dhimbshëm, momentin e fundit që ajo të kërkoi ta merrje me vete, por ti s'munde dot. Kanë kaluar plot 18 vite nga momenti që je ndarë me vajzën dhe sot ajo i bie të jetë 20 vjeç. 20 vjeç. Dhe sigurisht ajo është rritur, është një vajzë e madhe, ndoshta mund ta di historinë, mund të ketë dhëna, ndoshta dhe ajo mund të kërkojë ty dhe në të njëjtën kohë ti e kërkon dhe ajo të kërkon. Por desha të pyesja. Beton drejton dita e pres, edhe që të shoh gjithë ato pamët e tua. O dita këte më gjithmonë e them. Valla, e rruna të shpesë nëse do më ngërkoj edhe mua. Edhe gjithmonë i përcjell gjitha qa bon ti, gjitha emisionet e tua i përcjell them, ose mos i ka shkruajtur ajo ditës, gjithmonë e them. Gjithmonë shpreson që një ditë ajo mund të kërkojë, por edhe ti tashmë e ke marrë atë nismën të kërkosh vajzën tënde, ajo që të bëri për herë të parë në një moshë fare të re. Ke qenë e vogël, pa mbushur 18 vjeç kur e solle në jetë. E dashur Lindita, ti e solle në jetë vajzën me një histori dashurie, me një djalë nga Tirana, por ai person e di që ka një vajzë? Jo, asë nuk e di se ku është, asë nuk kom pas komunikim, asë nuk jam interesuar për atë pjesë fare. Asë nuk më intereson. E qartë, rrugët tuaja u ndanë përpara 20 viteve, por sido që të jetë, ai është babai biologjik, por ti po më tregon që nuk e ke njoftuar dhe nuk ke idenë se ku mund të jetojë ky person. Jo, fare, jo, ja. E dashur Lindita, ti u ktheve në Shqipëri, policia italiane të riadresoi dhe ti mbrite në Tiranë. Prej asaj kohe, nuk e shkuar më kurrë në Itali, qoftë për... Jo, dita se mundësitë tona nuk kanë qenë, nuk kom pas mundësi. Dëshirën e kom pas që të shkoj, por mundësitë e mia nuk kanë qenë më që të shkoj. Nuk kom pas mundësi. Çfarë ndodhi me jetën tënde kur erdhe në Tiranë, sepse e re ishe? Kom jetë të mamin, se unë faktë dita i kom pas gjithë ato të mamin, i kom pas me numrat e këtyne familjes italiane, i kom pas certifikatë në gocës se kam. Para ca kohë që ju s'kema nga Shqipëria më pati marrë një avokat në telefon. Po? Avokat italian. Më pati thonë që o Lindita qa po bonë se fëmija për të pret. Edhe po numrat atit më komplet të mamë, Lindita. I kom pas gjitha. Numrat e familjes italiane, numrën e avokatit, që unë pata hapë për gocën. Komplet numrën të mamë. Edhe u shput çdo gjë pastaj. Se më fshin çdo gjë aty. Më put shpresa, se më humën të gjitha kontaktet që më kom pas në Itali. Ti kur erdhe në Shqipëri, flisje me institucionin, ta nxirrni vajzën në telefon, apo nuk fole më me vajzën?
Jo, vetë një herë më ka marrë avokati, edhe më umën numrat, më umën çdo gjë edhe nuk pun pas komunikim. Po me familjen italiane, ata që të mbajtën në shtëpi, kur ti ishe shtatzën, edhe me ata i humbe kontaktet? I humbe atë kontaktet, po, se unë t'i kisha pas kontaktet me ato, besoj se unë gocën nuk dhe kisha humbe shumë. Ndoshta me gocën dhe kisha pas kontaktet tani. Ti je mirënjohëse asaj familje që të hapën derën dhe të mbajtën? Shumë dhe, ta vallaj nuk më leshin, a do besohet një diçka ditë goca vetë do ma bëndë. Nuk më ngante nga goca të veta, edhe nuk ishin shumë pasuri, po ma ashtë ta kishin dhe më kanë respektu. Unë jam shumë nga e atyne. E dashur Lindita, ti përkërkon vajzën tënde që i vendose emrin Servete, i vendose emrin e nënës, por nëna ja vendose për së gjalli emrin? Po, po mamin gjallë kam. Po. Mamin e ke gjallë, zgjodhe emrin e saj t'ja vendosje vajzës. Po. Ne nuk e dim nëse ajo sot mban atë emër, nuk e dim nëse deri në moshën 18 vjeç u rrit në institucion dhe më pas vazhdoj e vetë me jetën, mund këtë kryuar familje, edhe pse është e vogël, 20 vjeç i bie ti jetë, dhe nëse ka jetuar deri në moshën 18 vjeç në institucion, ajo i bie 2 vite që ka dalë nga institucioni dhe jeton e vetme. Por ekziston mundësia që mund të jetë birsuar, ti e le 2 vjeç, ajo mund të jetë birsuar në një familje italiane, të cilët mund të kenë vendosur një emër tjetër, dhe ndoshta ajo sot nuk mund të quhet Servete, por mban një emër tjetër, një emër italian, dhe sigurisht mbi emrin e familjes që e ka birsuar, sepse nga eksperienca shumë fëmijë që janë birsuar shqiptar, ju është ndryshuar emri nga familja, nga nëna dhe babai birsus. Ne dyshojmë, por e vërteta nuk dihet se çfarë mund të ndodhë me vajzën tënde. Është birsuar apo është rritur në institucion deri në moshën 18 vjeçare. Uroj dhe shpresoj që të gjendet, të zbulohet kjo e vërtet, uroj që dhe ajo të ketë interes të kërkoj nënën e saj biologjike, të njohë nënën e saj biologjike, ty e dashur Lindita, por nëse do ta kishe përballë, ju sot jeni e re, ju 37 vjeç jeni besoj. Sa vjeç jeni? Po, 37. 37, se 17 vjeç linde vajzën. Nëse do ta kishe përballë një vajzë e madhe në moshë, që ndoshta edhe nuk mund të fali, e ke menduar që pse më braktisi? Nuk e kum braktisë dhe ta mu mamajtë se kur nuk dhe braktisë. Nuk e kum braktisë, më solën pa të drejtë për shqipëri. Se po të ma kishin bëmë, i do isha shumë e lumë të, unë ja vërkova që fëmijët ma ishin. Por nuk ta dha? Nuk ma dha. Nëse do ta kishe vajzën përballë si që më ke mua sot këtu në të live, kush ishe fjala e parë që do i thoshe? Ndoshta ajo do të bënte shumë pyetje. Vetëm ka që dita, se kur ajo do sot 20 vjeç, kur nuk e të marrë, kur, edhe që e ka datë lindje, nuk prapë ja të stoj këtu. Nuk e ke harruar. Vetëm ka që dita, mami e do fort, vetëm njerë të mi di telefonit, vetëm të më thot që mami jam mirë, unë nuk ja prish jetën, unë këtë gjithmonë e të më thonë, jetën nuk ja prish, vetëm du ta di, kam gjallë, kjo është e para. Edhe dyta që, edhe unë ta di që ajo është mirë, asë një gjo ma shumë nuk do të kërpresë, asë një gjo ma shumë. Fatkeqësisht ti nuk ruan asë një kujtim të saj, ke ndonjë foto? Po, i kam Shqipëri, dhe nuk i kam. Por ke foto të vajzës? Deri në moshën 2 vjeçare. Po. E me thënë drejtën e dita kam foto, po moshën 2 vjeç nuk kanë humë ke mami, e kam shumë të vogël. Kura qenë foshë? Edhe fotot nuk kanë ashur te mami. Po si di o dita, nuk e di. Unë gjithmonë rrim atë shpresën, hasi po ndekon. Edhe e mora prap forcën dhe tash dire, a par ditë nuk më thonë dhe bashkëjetuesit tim se unë bashkëjetoj në Kosovë tani. Se janë historit shumë delikate në jetën time o deta, po nuk më thonë dhe i shkuj pak o detës. E dashur Lindita, unë uroj dhe shpresoj që kjo histori të zbardhe, të mësohet e vërteta, uroj të bashkohesh me vajzën tënde,
Por ju nuk keni bërë më nën? Nuk keni lindur më fëmijë? Po, do ta jam bërë. A je bërë nën? Sa fëmijë ke? Kam dhe 3 dhe kam, po edhe nga baba ty në jam da. Jeta jo dhe pas ka qenë shumë e vështirë. Ti pas i erdhe në Shqipëri, sigurisht vazhdove jetën dhe u martove. Po, më të. Dhe sot e një jetë 3 djemë? Jo, kam një çun, kam dhe 2 goca në Shqipëri. Ke një djalë dhe 2 vajza, por sa vite qëndrove e martuar? 13 vite. Por pse u divorcove? Shumë ishte jeta e drejtë. Unë nuk të paragjykoj, njerëzit bëjnë zgjedhjet e duhura për të qenë të lumtur në jetë, por ishte ai shkaktari apo mbaroi dashuria dhe ti vendose të jepje stop? Jo, ai ishte shkaktari. Ai ishte. Të ka dhunuar? Deri dikur po, Ti vendose të jepje fund martesës dhe të largohesh prej atij. Po. Po 3 fëmijë. Tani falë Zotit jam e lumtur, po 3 fëmijë t'i kaj. Çfarë moshe kanë? Goca më të madhe kanë 15 vjeç. Po, dhe 2 djemtë janë më të vegjël. Po, 2 djemtë. Goca më e vogël është të një për 7 vjeç. Se më the kam një djalë dhe 2 vajza. Kontakte me fëmijët ke, apo ti pengon? Jo, nuk kam kontakte. Por pse? Është babai që i pengon? Po, babai është që i pengon. Po për ata të ka marrë malli? Shumë më vetëm. Edhe që shke në Shqipëri, se nuk o që nuk shke në Shqipëri, shkoj. Nuk është puna o deta saj që në Shqipëri, unë t'i shoh fëmijët. Unë kam qef edhe këto ku jam, të vinë, trim, të mojnë telefon. Ajo edhe që shke në Shqipëri, nga herë, me thonë drejtën mi ka pasur goca madhe. Ajo mi bite gjithmonë goca madhe, mi bite aty të mami, të takosha. Po tani jo, nuk mi sjellë. Edhe që shkej për Shqipëri, nuk kam shans të takoj. E tash Lindita, ti ke bërë divorc ligjërisht? Ja, s'këmbo. Dhe ta nuk këmbo për arsye se nuk i kam mundësit me më. Unë kam qef ta bërë divorcin, kam qef që ta hek, por nuk i kam mundësit. Sepse nëse ti je vërtet një grua e dhunuar, më the deri diku kam qenë e dhunuar dhe ka qenë shkaku i ndarjes i fundit të dashurisë martesës tuaj, në Shqipëri ka zyra avokatie nga avokati popullit, nisma e këtij institucioni ka qenë, që janë hapur enkas dhe janë pa pagesë për të gjitha këto gra që kërkojnë të divorcohen apo kanë dhe çështje të tjera, le të themi në gjykatë që i ndjekin një kategori e caktuar e avokatëve që janë pa pagesë dhe ti mund të bësh një aplikim për të bërë këtë divorc, nuk ke pse të mbash mbi emrin e tij, të figurosh e martuar në Shqipëri, kur ti dashuron një tjetër person dhe jeton në Kosovë dhe je lumtur me personin që do. Po, jam i bëjmë të veta, me thonë drejtën jam, po nuk i kom ditë, nuk i di këto gjona, ku nohën këto avokatët, kështu nuk e di, me thonë drejtën nuk e di. Se kam që të di me apa, po nuk e di se ku nohën. Sepse në momentin që ti vjen në Shqipëri, patjetër mund të më telefonosh dhe unë të orientoj me këto zyra, por fakti është që në momentin që ti bën divorcin, jo vetëm ndahesh ligjërisht me atë burr që nuk e do më, por gjykata do vendosi të drejtat edhe për fëmijët e mitur, sepse të 3 janë të mitur. E madhja më the është 15 vjeç, djali sa vjeç është dhe njerë? Quni është 9 vjeç. Ndërsa vajza tjetër e vogla fare? Ato është 7 vjeç. 7 vjeç, janë të 3 të mitur dhe gjykata do vendosi nëse kujdestaria do t'i kaloj babait, ti do kesh të drejtat e takimit dhe ai nuk ta pengon dot më, si djali dhe 2 vajzat e tjera. Pra, divorci është shumë i rëndësishëm për ty, nuk ke pse e mban më atë martesë ku sa vite u bë që je larguar? Po thush 4 vjet, po?
4 vite e larguar, ke nisur një tjetër raport, një tjetër histori dashurie dhe figuron e martuar me të, por ai ka nisur një tjetër histori dashurie? Po, është martuar. Edhe ai ka vazhduar jetën e vet, por edhe atit i duhet divorci, logjikisht. Po, normal po. Po nuk e di, dhe tash nuk e kam ditë këto zyrat, në thonë drejt, nuk i di. Megjithatë në qoftë se ti ke mundësi më ndihmu këtë pjesë. Patjetër, unë do të orientoj dhe do të ndihmoj për sa i përket. Shumë faleminderit, se valla nuk e kam mundësi me hek kështu kurorë, me pagesë nuk kam mundësi. E dashur Lindita, e qartë e kuptoj, ka një kosto avokati që do marrësh me pagesë sigurisht dhe nuk e përballon dot dhe këto zyra janë shumë herë më të mira për këto gra që nuk kanë mundësi le të themi dhe janë të dhunuara. Dhe është gjëja më e mirë që institucioni, avokati i popullit e ka bërë këtë gjë dhe ju ofron ndihmën të gjitha këtyre grave në nevojë. Por nga një nën që kur hyre në fillim dhe të dëgjova historinë dhe mundim se që nuk kishe kontakte me vajzën tënde ajo që të bëri për herë të parë nën, tani pas ke 4 fëmijë, nëna e 4 fëmijëve që fatkeqësisht me të katërt nuk flet. Nuk flet, është vërtet. Por fëmijët, kur them fëmijët e kanë fjalën më së shumti për vajzën që është 15 vjeç që është më e rritur, ajo nuk do më të flasi me ty apo babai i ka folur keq për ty? Nuk e di ajo ka pas folë me mua, ajo nuk rrite sekond, minutë që nuk më merrte në telefon. Ka që para vitit 3, po të thush, sa ajo më ka bërë blok në WhatsApp, edhe radhën e fundit ku fola, thash qa ke Luziana, se Luzi e ka emrin ajo 15 vjeçme, Luziana. Thash qa ka bërë mami? Mami ty thash nuk bërë një asë gjë. Për qa thash nuk e do më mamin ti? Për qa nuk folë më më mamin ti? Nuk du tha dhe ka ishta. Ma ka bërë blok. Por me fëmijët e tjerë, me ata s'munder, se janë më të vegjël dhe s'mund kënë telefon. Ja, me ata s'mund të telefon. U bo gati 7 muaj, 8 muaj që nuk flasë me ato 2. Por pse nuk e merr guximin të marrësh ish burrin dhe ti kërkosh fëmijët, se nuk ka ndonjë gjë të keqe. Ai është martuar. Po, gjithmonë i kërkuar dhe ta gjithmonë ai vetëm i fona 2 fjalë, se s'kan lidhje ato ose me undam, tani ai është jetën e vet, unë të pa jetën time. Po. Unë gjithmonë i kam thënë, si janë fëmijët e tu, janë vetëm një. Patjetër, të dy jeni prindër, i keni sjellë jetë. Po të kërkoj asë gjë më shumë, vetëm paktën sa kam pas mundësi dhe ta i kom ndihmu fëmijët e mi. Sa kom pas mundësi, unë i kom ndihmu fëmijët e mi. Gjithmonë thot mu jo ti s'kujdesesh për fëmijët, po qa nuk kujdesem mua. Unë kom thonë, në qose ti, do me mi sjellë fëmijët mua, unë i maj që të trej ma e veti, kom thonë. Sa kom pas mundësi jam për gjithë fëmijëve. Pakë në telefon një dhe fëmijët, asë në telefon nuk është të milion. Dhe më vjen keq, por do doja ditën e sotme të përcjellë një mesazh dhe për vajzën 15 vjeçare që jeton në Tiranë me babain dhe të ka bllokuar. Ajo e din atë ta sa e du. Ajo e din. Ama dhe për qunin e kam TikTok, të duha. Orgitën e kam shumë TikTok. Dhe të ka marrë malli. Shumë. Ama që goca malë dhe më ka prej këtë ditë asë nuk. Pas një kuptim më bo një blok. Nuk i bo në asë një. Bile para vitit 3 shumë, para 2 mujt, para vitit 3, ajo të ke një muj. 2 muj para vitit 3, pata këtu në Kosovë, 2 muj një të ke muj. Si i ku për Shqipëri më bo një blok. Foli veç ku e pas, ma bo një blok. Dëshiron t'i thuash diçka? Unë ka që t'i them, Luzi, mami të nuk ka bo asë gjë. Unë du vetëm në telefon, dita nuk du t'ja prish jetën, në që si janë frumë të baba vetë, unë nuk t'ja prish jetën, vetëm mua të më marrë në telefon. Ajo e disë sa e du. Të besoj. Se më ka me marrë shumë ajo e disë se s'kishtë
në gjithë do merte, në darë do merte, në drejtë do merte, nuk ishte një minutë që mos më merte në telefonë. Ta një nuk e dipsa. Dashur Lindita, sa kohë u bë që ke nisur, le të themi, bashkëtesën me shqiptarin nga Kosova? 4 vite ke këtu kam, Lindita. A, ke 4 vite që jeton në Kosovë? Po, 4 vite ke këtu kam. Ky ka qenë njeriu që mun kam shtet. Ky ka qenë njeriu që mun kam ndihmu. Se fakt Zotit mos kishte të dalë ky në jetën time, unë varet se ka dhënë shofor. Si u njohë me ta? Në një lokal dhe një të ditë. Para 4 viteve u njohët në një lokal dhe ti u dashurove dhe vendose të shkoje pas atij dhe të jetoje në shtëpinë e tij. Po. Në çfarë vendi të Kosovës jetoni? Në Klin, kafe 5. Po, në Klin. Klin. Po, e njoh Kosovën, i di mirë vendet e Kosovës. Je në Klin, por fëmijë nuk keni sjellë një jetë bashkë. Jo, akoma jo. Dhe si është kjo jeta jote e re këto 4 vite në Kosovë me partnerin tënd që dukesh që je e dashuruar, se kur flet për atë të shkëlqejnë syt? Po, jam e dashuruar. E duam, jo, mirë jam. Tani jam shumë mirë. Tani më ka ra shpirti jam. Ai e di historinë tënde, e di jetën tënde. Po, e di. Po le të themi që ai është mbështetja jote më e madhe që ti jesh pranë fëmijëve të tu. Po, është Odeta, është. është gjithmonë më thotë, ku duam fëmijët e tu le të vinë, në qoftë se ato duam të jetojnë me ty, të vinë të jetojnë me ty. Asnjëherë nuk më ka thënë jo. Jo, nuk më ka thënë asnjëherë jo. Dhe më vjen mirë që partneri të mbështet, të qëndron afër dhe sigurisht je e lumtur me atë dhe ta uroj me zemër që të bashkohesh sa më shpejt dhe me fëmijët e tu, si me vajzën e parë që solli në Itali kur ishe e mitur dhe me 3 fëmijët që ke nga martesa jote e parë që dhe me ata s'ke kontakte. Por vajza që është më e rritur nga martesa, le të themi, në Tiranë, e di që ka një motor? Fëmijët në Tiranë e din që ka një motor? Po, e din. Dhe si e kanë pritur fëmijët kur kanë mësuar që ke një motor? Jo, mirë, Odeta, shumë mirë. Goca madhe, sidomos ajo ka që më madhe jo mirë ka. Se ajo kupton më shumë. Mirë, e dashur Lindita, më vjen shumë keq për gjithë jetën që ke kaluar. Ke pasur shumë vështirësi dhe je plagosur shumë herë. Të uroj gjithë mirat në këtë jetë. Qofsh gruaja më e lumtur, uroj të bashkohesh me fëmijët, përsa i përket vajzës së madhe që i ke humbur kontaktet, le të themi, në shtetin italian, sepse shërbimi social ta mori, uroj që të gjendet, uroj ta njohësh të të bi, dhe uroj që e vajza jote e dytë, 15 vjeçare që jeton në Tiranë, ta dëgjoj atë mesazh që i përcolle, ta hapi telefonin sepse si nëna nuk ka. Fëmijët nuk janë askushi të paragjykojnë jetën e prindërve, çfarë do lloj vendimi që mund të marri nëna apo babai, fëmijët nuk janë askushi për mua të paragjykojnë vendimet e prindërve. Sikurse edhe prindrit, pasi fëmijët rriten, mbi 18 vjeç, nuk duhet të paragjykojnë. Kështu që uroj që ajo po rritet avash avash, të kuptoj ty dhe të hapi telefoni dhe të jeni të dyja si shoqe të ngushta, sepse unë jam e sigurt se ka nevojë për ty, por dhe ti ke nevojë për të. Po, është e vërtetë, dhe ta vullën kam nevojë. Është e vërtetë. Mirë, do metemi bashkë në kontakt, të përshëndes dhe të falenderoj. Mirupafshim me dashur Lindita. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që t'jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e
kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me ju me këto histori reale, histori shqiptare, histori njerëzore, që nuk vinë vetëm brenda territorit të Shqipërisë, po kudo ku ka shqiptar. Faleminderit që më ndiqni, faleminderit që më besoni dhe faleminderit që ndonjëherë dhe më kritikoni me komentet tuaja. Takohemi nesër.